Shqipëria është vend ideal për punëtorët indian, kështu tha në një deklaratë për mediat ambasadori i Indisë në Shqipëri, Ravindra Prasadya Isval. Ai shtoi se deri më tani në Shqipëri janë rreth 1200 shtetas indian të punësuar, ndërsa po punohet me qeverinë shqiptare në arritjen e një marrëveshje partneriteti në mënyrë që të realizohet migrimi i rregullt dhe që më shumë krah pune të vinë në Shqipëri. We have as you know, India is a powerhouse of skilled workers. India është një fuqi e madhe e punëtorëve të kualifikuar dhe një numër i madh indianësh punojnë në të gjitha pjesët e botës, sidomos në vendet e Gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por në Shqipëri, numrat janë shumë të ulët. Siç është thënë, vitin e kaluar janë dhënë rreth 1200 viza për punëtor indian. Pra, jemi në drejtimin e duhur, po ecim përpara, numrat po rriten dhe shpresoj që shumë më tepër do të vinë në Shqipëri. Po punojmë për një marrëveshje partneriteti me qeverinë e Shqipërisë, në mënyrë që të kemi një migrim të rregullt ose ardhje të rregullt të njerëzve nga India. Dhe siç e dini, indianët janë shumë miqësor, shumë punëtor dhe përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. Kështu që shpresoj që ata do të gjejnë një vend të mirë për të punuar këtu dhe punëdhënësit shqiptar do t'i konsiderojnë punëtor shumë të mirë. Ambasadori tha se India ka krah pune të kualifikuar dhe miqësor që përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. Earlier we had some investment, some companies working here in mining. Kemi dëgjuar nga qendra kombëtare biznesi se ka 18 kompani indiane të regjistruara këtu. Nuk e di sa prej tyre janë aktualisht aktive, por po punojmë për të promovuar investimet. Do duhet pak kohë sepse ne jemi këtu vetëm prej 2 vitesh përpara, kështu që do duhet kohë për investime që të vinë realisht.